Respekti është një nga nevojat më themelore të qenies njerëzore. Qoftë në familje, në punë apo në marrëdhënie shoqërore, ndjesia e të qenit i respektuar ndikon drejt për drejt në vetvlerësimin dhe qetësinë tonë mendore. Por çfarë ndodh kur përballemi me njerëz që na injorojnë, na nënçmojnë ose na trajtojnë pa dinjitet? Kjo situatë është më e zakonshme se sa mendojmë dhe mund të ketë pasoja të rënda emocionale nëse nuk përballet me mençuri dhe maturi. Kjo video të ndihmon të kuptosh si të reagosh kur nuk të respektojnë, pa humbur kontrollin ndaj vetes dhe pa zbritur në nivelin e atyre që përpiqen të të ulin. Rregulli i parë, ndalse kërkuari respekt nga ata që nuk e japin. Shumë njerëz bien në grackën e përpjekjes për të fituar respekt nga ata që nuk janë të aftë ta japin atë. Kjo mund të jetë një prind që s'të ka dhënë mbështetje, një mik që të përbuz, apo një koleg që të injoron. Kërkimi i respektit nga personat e gabuar të lë emocionalisht të zbrazët dhe të demoralizuar. Çfarë të bësh? Prano realitetin. Disa njerëz nuk janë në gjendje të respektojnë as veten e tyre, jo më të tjerët, ndërto vetvlerësimin nga brenda. Respekti i vërtet fillon nga mënyra se si ti e sheh veten, mos i jap rëndësi mendimeve të atyre që nuk din të respektojnë. Rregulli i dytë, vendos kufi të fortë pa ndier faj. Njerëzit që nuk respektojnë të tjerët, zakonisht shkelin kufit e tyre. Ata e ndjejnë veten të autorizuar të flasin si të duan, të kritikojnë në publik, ose të manipulojnë emocionet e tua. Mbrojtja e kufive është një nga aktet më të rëndësishme të vetdashurisë. Si të vendosësh kufi, përdor fjali të qarta, të lutem, mos fol me mua në atë mënyrë. Qëndro i qetë dhe konsistent, mos u lë kund edhe nëse të kritikojnë për qëndrimin tënd, mos kërko falje për kufit e tu. Rregulli i tretë, forcoj qëndrimin tënd mendor, mos lejo askënd të të tërheqë poshtë. Stoikët e lashtë, si Epikteti dhe Marcus Aurelius, na mësojnë një gjë të thjeshtë por të fuqishme: askush nuk ka fuqi mbi ty pa lejen tënde. Nëse një person të nënvlerëson dhe ti reagon me emocione të forta, ke dorëzuar kontrollin. Disiplina mendore është mënyra më efikase për të përballuar mungesën e respektit. Ushtrime stoike që ndihmojnë. Reflekto çdo mëngjes: çfarë mund të ndodhë sot? Si mund të ruaj qetësinë time? Distanco emocionalisht veten nga situata. Reagimet e tyre nuk janë reflektim i vlerës sate. Shih sjelljet e tyre si dobësi të tyre, jo të tuat. Rregulli i katërt, mos e lejo mungesën e respektit të kthejë në viktimë. Një nga pasojat më të rrezikshme të mungesës së respektit është ndjenja e viktimizimit. Kur vazhdimisht nënvlerësohesh, mund të fillosh ta besosh që nuk vlen. Kjo është pikërisht ajo që nuk duhet të ndodhë. Si ta shmangësh, mos e identifiko veten me mënyrën se si të trajtojnë të tjerët. Ruaj standardet e tua. Vetëm sepse dikush sillet keq, nuk do të thotë që edhe ti duhet të veprosh po njësoj. Puno çdo ditë për ndërtimin e vetvlerësimit përmes leximit, meditimit dhe veprimeve që pasqyrojnë integritet. Rregulli i pestë, zgjidh betejat e tua me mençuri, jo çdo mungesë respekti kërkon përballje. Disa njerëz thjesht duhen lënë në injorim. E vërteta është që respekti nuk fitohet gjithmonë me zhurmë, por me heshtje, me klas dhe me distancë. Mos e ul veten për të fituar një debat. Fito me sjelljen tënde, kur duhet të reagosh, kur mungesa e respektit prek kufit e tu personal apo fizik. Kur ndikon të tjerët, p.s.h. Ngacmime në ambient pune, kur heshtja mund të interpretohet si miratim, kur duhet të heshtësh, kur personi është toksik dhe s'ka interes të ndryshojë, kur e di që dinjiteti yt është më i rëndësishëm se të fitosh një debat. Përfundim. Respekti është një rrugë me dy kahe. Nuk mund ta kërkosh me zor, por as nuk duhet ta lësh të nëpërkëmbet. Mëso të ndash mirë se kush e meriton respektin tënd dhe kush jo. Bëhu ai që qëndron i qetë në stuhi. Ai që vepron me dinjitet edhe kur përballë ka nënçmim. Sepse në fund të ditës, ata që nuk të respektojnë, nuk kanë pushtet mbi ty, përveç nëse ti u ajev. 5 zakonet që më ndryshuan jetën për vetëm një javë, dhe si mund të ndryshojnë edhe tëndën. Kur them se jeta ime ndryshoi brenda një jave, nuk po e them për efekt dramash. Po flas për transformim real, mendor, emocional dhe fizik.
Jo sepse bota përreth meje ndryshoi, por sepse unë ndryshova mënyrën si e shija atë. Ja cilat ishin 5 zakonet që e sollën këtë kthes dhe pse ja vlejnë për çdo që kërkon të fillojë një jetë më të vetëdijshme, më produktive dhe më të qetë. 1. Zgjimi herët, në heshtje dhe me qëllim, nuk është vetëm klishe. Të zgjohesh para botës të jep një avantazh të pamas. Ora 5:30 e mëngjesit më dukej e pamundur më parë. Por ajo orë më mësoi diçka, në heshtjen e mëngjesit dëgjon zërin tënd. Zgjohesha, lahesha me ujë të ftohtë, merrja frym thellë dhe pastaj shkruaja qëllimet e ditës. 15 minuta reflektim dhe planifikim më kursenin orë të tëra hutimi gjatë ditës. 2. 15 minuta lëvizje intensive, jo për trupin, por për mendjen. Çdo mëngjes bëja një stërvitje të thjeshtë, pompa, squats, stretching ose një ecje e shpejtë. Nuk isha në palestër, nuk më duhej muskuj, më duhej disiplinë. Trupi nisi të më falënderonte, energjia ime u rrit, gjumi u përmirësua dhe më e rëndësishmja, stresi filloi të shuhet. 3. Leximi i 10 faqeve çdo ditë, ushqimi i mendjes. Zgjodha libra që më frymëzonin, filozofi stoike, psikologji, lider të mëdhenj dhe histori suksesi. 10 faqe në ditë nuk duken shumë, por pas 7 ditësh isha me 70 faqe më shumë dije, më shumë qartësi dhe më shumë vetbesim. Mendimet e mëdhenjve të kaluar më ndihmonin të përballoja sfidat e ditës. 4. Një rregull i artë, asnjë negativitet, u premtova vetes, për 7 ditë nuk do ankohesha, nuk do kritikoja dhe nuk do të merresha me drama. Fillimisht ishte shumë e vështirë. Por sa herë që vija re një mendim negativ, e zëvendësoja me një pyetje: çfarë mund të bëj për të përmirësuar këtë situatë? Pa pritur, rreth vetes pata më pak stres, më shumë energji pozitive dhe më shumë njerëz që donin të ishin pranë meje. 5. Journaling, 5 minuta për të ndjerë mirënjohje. Çdo mbrëmje, para gjumit, shkruaja 3 gjëra për të cilat isha mirënjohës. Edhe në ditët më të këqija, gjeja diçka. Kjo më mësoi të fokusohem të çfarë kam, jo të çfarë më mungon. E ndjeja veten më të qetë, më të mbushur dhe më të pajtuar me veten. Përfundim, transformimi nuk ka të bëjë me revolucion, por me vendime të vogla të qëndrueshme. Nuk më duhej një vit, një guru apo një udhëtim larg për të nisur ndryshimin. Më duhej vetëm një javë, 5 zakone dhe pak guxim për t'i zbatuar. Nëse ndihesh i humbur, i lodhur, i mbërthyer, provo. Provo për 7 ditë. Dhe shiko çfarë ndodh me ty, sepse kur ti ndryshon zakonet, ti ndryshon jetën. Historia e shokut të heshtur. Kur qetësia bëhet fuqi, në një fshat të vogël malor, jetonte një djalosh i qetë që nuk fliste shumë. Të gjithë e shihnin si të çuditshëm, ai rinte i përhumbur, nuk i bashkohej zhurmës, nuk kërkonte vëmendje. Por çdo ditë, pa u ankuar, ai punonte, lexonte dhe stërvitej. Bënte të njëjtën rutinë në heshtje, ndërkohë që të tjerët talleshin me të. Një ditë, në fshat u organizua një garë sfiduese, një kombinim i forcës fizike, inteligjencës dhe qëndrueshmërisë mendore. Të gjithë djemtë më të fortë u rreshtuan me krenari, ndërsa ai djali i qetë u shfaq në fund pa zhurmë. Gjatë garës, të fortët u rrëzuan një nga një. Disa nga lodhja, disa nga mungesa e përqendrimit. Por ai djalë i qetë, i përgatitur dhe i disiplinuar, i kaloi të gjitha sfidat me përulësi dhe pa e ngritur zërin. Në fund, ishte i vetmi që qëndronte ende, të gjithë mbetën pa fjalë. Fshati e kuptoi se fuqia nuk është në zhurmë, por në përgatitje. Jo në fjalë, por në vepra. Nga varfëria në majat e suksesit, historia e Inat Khan, në një fshat të varfër në Indi, lindi një djalosh që rritej mes mungesave, por me ëndra më të mëdha se qielli mbi kokë. Quhej Inat Khan. Që i vogël, e ndjente se ishte ndryshe, kishte një pasion të zjarrt për muzikën, meditim dhe për t'i dhënë botës një mesazh të paqes, në vend që të zgjidhte rrugën e thjeshtë dhe të shkonte pas një jete normale. Ai zgjodhi të ndjek rrugën e shpirtit. U largua nga shtëpia me asgjë tjetër përveç një instrumenti muzikor dhe besimit se do t'ia dilte. Kaloi net pa gjumë, ditë pa bukë, por kur pa shpresë.
Ai nisi të performonte në rrugë dhe të fliste për dashurinë, për unitetin dhe për qetësinë shpirtërore. Mesazhi i tij nisi të përhapet dhe shumë njerëz filluan ta ndjekin. Më vonë u bë themeluesi i sufizmit në Perëndim dhe frymëzoi me qindra mijëra vet me idenë se dashuria dhe disiplina shpirtërore mund të ndryshojnë jetën. Në një botë që bërtet për vëmendje, ku rrjetet sociale janë kthyer në arena të lavdisë momentale dhe ku fjala shpesh zë vendin e veprës, qetësia duket si një veçori e harruar. Megjithatë, është pikërisht në këtë qetësi që fshihet forca e vërtetë. Sepse ai që është me të vërtetë i fortë, nuk ka nevojë të bërtas për t'u dëgjuar. Nuk ka nevojë të demonstrojë me zhurmë për të provuar veten. Ai vepron në heshtje, me maturi, me besim të palëkundur në vetvete. Qetësia si shprehje e vetkontrollit. Qetësia nuk është thjesht mungesë e zërit apo e lëvizjes. Është një gjendje mendore, një qasje ndaj jetës. Të veprosh në qetësi do të thotë të mos veprosh nga frika apo impulsi. Do të thotë të zgjedhësh të mos reagosh për çdo provokim, por të përgjigjesh me maturi dhe dinitet. Vetkontrolli është një nga shenjat më të dukshme të forcës së brendshme. Kush është i fortë brenda vetes, nuk ka nevojë të reagojë ndaj çdo fyrjeje, nuk ka nevojë të përgjigjet ndaj çdo sfide, sepse ai e di kush është. Ai e njeh vlerën e vet dhe nuk ka nevojë ta vërtetojë me fjalë të mëdha apo me gjeste të egzageruara. Historia e fuqisë së qetë. Gjatë historisë, liderët më të mëdhenj, mendimtarët më të thellë dhe krijuesit më të frymëzuar kanë qenë njerëz të qetë, që kanë vepruar me vendosmëri por pa zhurmë. Nelson Mandela kaloi 27 vjet në burg dhe kur nuk e ngriti zërin për hakmarrje. Mahatma Gandhi udhëhoqi një revolucion përmes mosdhunës dhe qetësisë. Njerëz si këta nuk kishin nevojë të thërrisnin, ata ndryshuan botën me qëndrimin e tyre, me shembullin e tyre. Këta shembuj na mësojnë se forca e vërtetë nuk gjendet në pompozitetin e fjalëve apo në shfaqjen e forcës fizike, por në qëndrueshmërinë, durimin dhe besimin e thellë që gjithçka do të vijë në kohën e duhur. Ata e dinin se ndryshimi i vërtet ndodh në heshtje, në zemrat e njerëzve, në ndërgjegjen kolektive. Shoqëria moderne dhe mania për zhurmë. Në ditët e sotme, duket sikur gjithçka duhet të bëhet me zhurmë. Sukseset duhet të postohen menjëherë në Instagram. Çdo opinion duhet të jetë publik. Çdo arritje duhet të shpallet me krenari si një trofe virtual. Në këtë rrëmuj informacioni dhe imazhi, shumë herë harrojmë se vlera e vërtetë nuk qëndron në atë që të tjerët mendojnë për ne, por në atë që ne jemi në heshtje. Kur askush nuk na shikon, forca e vërtetë nuk ka nevojë për shikues. Ajo është atje, kur zgjedh të mos kundërshtosh me zemërim, kur vendos të falësh, kur punon në heshtje për një ëndër pa kërkuar duartrokitje. Dhe ndonjëherë, pikërisht kjo është ajo që kërkon më shumë guxim, veprimi që flet më shumë se fjalët. Shpesh themi se veprat flasin më shumë se fjalët. Kjo është një e vërtetë e thjeshtë, por e thellë. Mund të premtojmë shumë, të flasim pafund për planet dhe vizionet tona, por në fund, ajo që do të mbetet është ajo që kemi bërë. Dhe vepra, kur është autentike, nuk ka nevojë për reklam. Një njeri që punon me përkushtim çdo ditë, që ndërton një jetë me ndershmëri dhe përkushtim, është shumë më i fortë se sa ai që flet për sukses pa e prekur kurrë me dorë. Sepse të bësh në heshtje kërkon besim të thellë te vetja. Kërkon durim. Kërkon që ti rezistosh tundimit për të treguar çdo hap, çdo arritje, vetëm për të marrë aprovimin e përkohshëm të tjerëve. Forca që ndikon pa dominim, njerëzit që janë të vërtetë, që kanë stabilitet të brendshëm dhe një ndjenjë të fortë të qëllimit, nuk kanë nevojë të dominojnë për të ndikuar. Ata ndikojnë me praninë e tyre, me mënyrën se si flasin, si dëgjojnë, si reagojnë. Qetësia e tyre është magnetike. Ajo fton respekt, jo nga frika, por nga admirimi. Në çdo ambient, qoftë në familje, punë apo shoqëri, ekzistojnë individë që nuk bëjnë zhurmë, por ndikojnë thellësisht. Ata janë ata që dëgjojnë kur të tjerët flasin, që ndërhyjnë vetëm kur është e nevojshme, që japin mendime me maturi dhe pa imponim. Fuqia e tyre qëndron në faktin që ata nuk kanë nevojë të jenë gjithmonë në qendër.
dhe pikërisht sepse nuk e kërkojnë këtë, ata e fitojnë natyrshëm respektin e të tjerëve. Kur qetësia është akti më i fortë, të qëndrosh i qetë përballë padrejtësisë nuk do të thotë të jesh i dobët. Ndonjëherë është një akt rebelimi. Të mos përgjigjesh ndaj thyerjes, të mos biesh në kurthin e provokimit, të mos e lësh zërin të dominojë zemrën, këto janë akte të guximit të vërtetë. Sepse është shumë më e lehtë të bërtasësh se sa të heshtësh. Është më e lehtë të reagosh se sa të reflektosh. Në botën ku gjithçka matet me sa shumë vërtet, është revolucionar të zgjedhësh të veprosh në qetësi, si të kultivosh forcën e qetë. Kultivimi i kësaj force të brendshme nuk ndodh brenda natës. Kërkon vetdije, praktikë dhe dëshirë për të rritur veten. Ja disa mënyra konkrete për ta zhvilluar: 1. Reflektim i përditshëm. Gjej çdo ditë pak kohë për të reflektuar në heshtje mbi veprimet, mendimet dhe emocionet e tua. 2. Vetëdijsim emocional. Mëso të njohësh emocionet e tua pa i lënë ato të kontrollojnë. 3. Vendosmëria pa agresivitet. Mëso të thuash jo me qetësi, pa nevojën për justifikime të tepërta apo faj. 4. Praktika e durimit. Kur ndihesh i nxehur, merr frym thellë. Jepi vetes hapësirë para se të reagosh. 5. Punë pa zhurmë. Lejo që puna jote të flasë për ty. Bëj më shumë se sa që thua. Të tjerët do ta vënë re në kohën e vet. Përfundim. Zhurma kalon, qetësia qëndron. Në një botë gjithnjë e më të zhurmshme, qetësia është një superfuqi. Jo ajo që vjen nga mospërfshirja apo nga pasiviteti, por ajo që vjen nga vetdia, nga maturia dhe nga forca e brendshme. Vepro në qetësi, sepse bota ka mjaftueshëm fjalë. Ajo ka nevojë për shembuj. Dhe ti mund të jesh një prej tyre, sepse në fund të ditës, forca e vërtetë nuk ka nevojë për zhurmë. Ajo thjesht është e qëndrueshme, e palëkundur, e qetë.